Brooke lindi në një familje të madhe në fshat. Pas largimit të vëllezërve dhe motrave të saj më të mëdhaja për në qytet, vajza mbeti ndihmësja e vetme për prindërit në shtëpi dhe në kujdesin për fëmijët më të vegjël. Ajo kujdesej për të vegjëlit dhe kalonte tërë ditën duke bërë punë të ndryshme shtëpiake dhe duke punuar në kopsht. Jeta në ato ditë nuk ishte lehtë, por për një fëmijë që kishte përballuar vështirësi të tilla që në moshë të hershme, dukej sikur nuk do të mbaronte kurrë. Gjatë gjithë asaj kohe, ajo kurrë nuk dëgjoi një fjalë të mirë nga prindërit dhe nëse nuk kishte kohë të kryente të gjitha porositë, merrte dhunë. Brooke ndërronte tërë ditën, të shkonte në qytet, të martohej me një djalë qyteti me apartament, të merrte një punë të mirë dhe të harronte jetën e saj të kaluar si një ëndër e keqe. Këto mendime të vetme i jepnin asaj forcë për të vazhduar dhe për të mos u thyer. Pa atë ditë kur mbushi moshën, Brooke shpejt mblodhi çantën dhe u largua nga shtëpia për të ndjekur lumturinë e saj. Ajo arriti të regjistrohej në shkollën e infermierisë dhe ju dha një vend në konvikt. Aty takoi shoqet e dhomës dhe filloi të kërkonte një dhëndër. Por nuk ishte njeri që donte të martojë me të. Koha kalonte dhe çdo ditë Brooke bëhej gjithnjë më trishtuar. Një ditë shoqja e saj e dhomës, Melanie, erdhi emocionuar dhe i tregoi se kishte takuar një djalë të mrekullueshëm, një ushtarak, dhe ai e kishte ftuar në një takim dysh, duke aluduar se kishte një shok të pashëm. Melanie sugjeroi Brooke të vinte me të. Brooke pranoi me kënaqësi dhe menjëherë u përgatit. Hekurosi një fustan të ri, mori rruaz amandje nga vëllai i saj dhe ëndra e saj shinte veten duke jetuar në apartamentin e saj të gjerë me burrin dhe një vajzë të vogël, të cilës do t'i thurte bishtalecat. Ajo ndërronte për një vajzë të vogël, ndoshta për t'i dhënë dashurinë amnore që i kishte munguar në fëmijërinë e saj. Brooke nuk ishte e qetë tërë ditën duke pritur mbrëmjen. Ajo nxorri maskarën e lirë dhe buskuqen e ndritshëm që i kishte dhënë motra e saj më e madhe dhe filloi të lyhej. Për abin e saj, Melanie tha se nuk do të lyhej fare. Po pse të luhem, dua që ai të dashurojë me mua ashtu siç jam, përndryshe kur të pastrohem, do të friksohet dhe do të ik, qeshi Melanie. Është puna jote, tha Brooke me mendime, duke kaluar buskuqin e kuq mbi buzët e saj. Por unë pëlqej të lyhem. Në orën e caktuar, Brooke dhe Melanie mbërritën në kafe, dy djemt tashmë i prisnin. Faleminderit që erdhët, tha Paul me gëzim. Ky është shoku im, Marvin. Kjo është Brooke, u përgjigj Melanie. Takimi i dysh shkoi mirë. Marvin dhe Brooke pëlqyen njëri tjetrin dhe filluan të dalin. Një vit më vonë ata u martuan. Kur lindi djali i tyre Diego, ata arritën të merrnin një hipotekë dhe blenë një apartament. Brooke me kënaqësi filloi të mobilonte folen familjare. Por me kalimin e kohës, ajo kuptoi me tmerr se nuk ishte lumtur në atë që kishte ndërruar. Si burri, ashtu dhe djali filluan ta irritonin jashtëmase. Apartamenti nuk i dukej më aq i gjerë dhe ajo donte më shumë begati. Si rezultat, Marvin nuk duroi qortimet e vazhdueshme dhe pas një skandali tjetër u largua nga shtëpia. Brooke mendoi se ai do të kthehej, por nuk u kthye. Ajo filloi të shfrynte mlefin mbi djalin e saj, duke besuar se ai ishte gabimi i rinisë së saj dhe shkaku i të gjitha problemeve. Ajo e bënte të pastronte shtëpinë, duke ndëshkuar për çdo copës që i shpëtonte, e qortonte për notat e këqija dhe, nëse ai ankoi për ngacmimet në shkollë, merrte edhe më shumë nga nëna. Marvin fillimisht të përpoqte të rregullonte takime me djalin e tij, por Brooke vazhdimisht pengonte komunikimin e tyre dhe ai përfundimisht hoqi dorë. U zhvendos larg dhe dërgonte vetëm alimentet. Kur Diego ishte tashmë në shkollë të mesme, Brooke i prezantoi djalit të saj burrin e saj të ri. Ze na urrente Diegon menjëherë, por Brooke nuk interesoi për mendimin e djalit të saj. Ajo nuk i jepte Diegos para xhepi, duke i këshilluar të shkonte të fitonte vetë, dhe ai punonte që nga fëmijëria sa mundej. Ze nga ana tjetër vinte gjithnjë më shpesh në apartamentin e tyre dhe së shpejti filloi të sillej si i zoti. Donjëherë e merrte Diegon me vete në shtëpinë e Verës. Aty shpesh rrinte shtrirë në hamak me një shishe bire dhe i kërkonte Diegos të kosiste lëndinën ose të bënte punë të tjera. Kur kthej në shtëpi raportonte Brooke se ishte lodhur, ndërsa djali i saj rrinte duar kryq. Diego u përpoqte të justifikojë, por nëna nuk donte ta dëgjonte. Ti po e akuzon Zein qëllimisht, kështu që nuk dua të dëgjoj më, por ndryshe do të jesh jashtë shtëpisë. Zein kishte një vajzë, Anja, e së njëjtës moshë me Diegon, dhe Brooke, që kishte ndërruar gjithmonë për një vajzë, e donte Anja dhe gjithmonë e vendoste si shembull për djalin e saj.
Ajo i blinte vazhdimisht Anias kapse të bukura dhe rroba marke, ndërsa djali i saj vishte gjërat më të lira nga dyqani i zakonshëm. Brooke i jepte vazhdimisht dhurata Anias. Diego si dhimbte, por nuk mund ta ndryshonte situatën dhe kur Brooke dhe Zane u martuan, pozicioni Diegos u përkeqësua. Zane rinte në shtëpi tër ditën pa punuar, por sillej me arrogancë dhe i mësonte Diegos për jetën. Djali shpesh largohej nga shtëpia për shkak të kësaj, duke u endur rrugëve deri vonë natën. Kur Diego shërbeu në ushtri dhe u kthye në qytetin e tij, nëna dhe njerku e pritën në stacionin e trenit dhe e çuan në një lagje të panjohur. Siç doli, gjatë asaj kohe ata kishin shitur apartamentin e Brooke dhe kishin blerë një studio të veçantë në qendër të qytetit për Anian dhe një shtëpi të rrethuar në periferi për veten e tyre. Por babi ma la apartamentin mua dhe pse Ania mori një vend të mirë me parat nga apartamenti ynë ndërsa unë nuk mora asgjë? Briti Diego me inat. Nuk është problemi mati, do të jetosh me ne, do të gjesh një punë sepse Zane nuk punon. Përgjigj nëna, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por ti je e ri, ka më shumë gjasa të punsojnë. Diego e shikoi me habi dhe nuk mund ta besonte se ajo ishte aftë të bënte një gjë të tillë. Të nesërmen njeriu shkoi drejt për drejt në fabrikë, u punsua si ndihmës si kryeshefit dhe mori një dhomë në konvikt. Më në fund, duke marrë një frym lehtësimi, ai filloi të jetë i pavarur, por një muaj më vonë takoi nënën pranë portës së fabrikës. Bira e more rrogën? Pse po pyet? E pyeti Diego i habitur. E po, ti nuk je i martuar, për këtë të shpenzosh rrogën. Me qëra fjala, unë flijova aq shumë për ty dhe tani më shkurtuan dhe nuk kam me çfarë të jetoj. Mami, po unë me çfarë të jetoj unë? Por gruaja tha se djali i saj ishte ende i ri dhe mund të gjente një punë me orar të pjesshëm, ndërsa ajo dhe Zane nuk kishin ku të shkonin. Diego i dha në heshtje nënës gjysmën e rrogës dhe kur ajo kërkoi pjesën tjetër, shikoi në sy, u kthye dhe u largua. Kjo u përsërit për disa muaj, nëna kërkonte para dhe qortonte djalin se i jepte pak. Një ditë ai nuk i dha as 100 darkë, duke thënë se po martohej dhe tani nuk i mjaftonte as për vete. Së shpejti Diego martua dhe u zhvendos te gruaja e tij. Pak më vonë ju ofruan një punë si shef departamenti në një qytet tjetër me akomodim të siguruar dhe ai nuk hezitoi ta pranonte. Para se të largohej erdhi të thoshte lamtumir nënës, por njerëz të tjerë tashmë jetonin në shtëpinë e saj. Siç doli, shtëpia ishte regjistruar në emër të Zane dhe ai e shiti, u kthye te ish gruaja dhe Brooke duhej të kthehej në fshat. Kështu në ndjekje të ëndrrës së saj, Brooke u kthye në vendin nga kishte ikur shumë vite më parë, por tani për gjithmonë.